që këtë dhejvin ne e shofna edhe çdo ditë e dëshmojna që e kena në kampe tona. Allah Azza wa Jall, kur fol për krijimin e njerit, Allah i thot se pi dhejvit ju kam kriju, edhe çdo njoni e dina se pi dhejvit i na kriju. Ama që në dhej kina mu këthy, që shtine tu e po çdo njani për juve. Edhe Allah i thot, masi t'ju kthejna në dhej, apet pri dhejvit kina më jurin qalë. O ju vllazni, çdo herë kur vina te vareza që tu bashk, në këtë kotë në zetë, nisen mundet me na u kujtu. Çdo herë besimtari kur vjen te vari, edhe e varoz dikan, vari çdo njanit prej neve na e jep ka një mesazh, po ai e çaj muslimani meçëm që e merr mesazhin edhe del pi vareza. Vari çdo njanit prej neve na jep një mesazh. I thot që ti erdhe sot me lan dikan, nesër edhe ty kanë me ardhë me të lan, ama a ki mu kanë ti qaj njëri meqëm që e merë mesazhin me thonë, o Zot, unë sot erdha që tu te vorët, edhe sot jam te marrë vesh që vallahi edhe unë e kam marrë një ditë që tu. O ju musliman, ne duhet me kuptu një sen që ne jetojna me adhuru Allahun, se to adhuru Allahun ne fitojna xhennetin. I lumja i cili, sidomos ky vllau jon, ky baba jon, ky shoku jon, ky miku jon i cili tash po e lojnë varë kërkan se ka, edhe disa minuta jena këtu edhe ketë shkojna, vetë kam e mbet. Kush kam i mbet me këtë njeri këtu brenda? A kam i mbet hoxha, djali, vllau, kusherini, farefisi, shokët e vetë, vallaj krejt e loj. Pasha madhrina Allahut as njani s'rimat, veç njani rimat. Ameli jot, puna jote që e ki bo veç për hirtë Allahut Azza wa Jall. Andaj ne e kuptojna sa herë te varezat, ama çdo herë e kuptojna se dashtëm ne, as dashtëm ne një ditë kina me hec. Dasht e ti, as dasht e ti, një ditë në dakikin e me laqës dekës ki marë. A dashta unë si hoq, as dashta unë si hoq, edhe mu kini me mshti me një grop që ndoshta sot e shovna si grop i gropave dunjas, ama ndoshta kur të vinë me laqët, Allahu Azza wa Jall i amundson që këtë grop, që këtë dhej që e shovna një dhej thjesht në sytë e tonë, Allahu Azza wa Jall e bën bahçe i bahçeve të xhennetit. Andaj ne e lusna Allahun Azza wa Jall që këtë fart cilin e lan vllaun ton, babën ton, Allahu Azza wa Jall ta boje një kopsh pi kopshteve të xhennetit. Ja kthejre ftyrën e tij, ka dritarja e xhennetit që ta shikojë xhennetin e vet deri në ditën që do të dalë para Zotit vet.